Je për një platin, një rallë, një fjori rallë i parë, nuk është dhe luti. Dhe ti je bërë blu. Da bëda. Për ju që vini direkt në fakt nga finalja e Championship, keni bërë zgjedhjen e duhur, sepse premtojmë që do e mbajmë shumë lart adrenalinën. Por, patëm dhe nete, patëm qikë vështirë, ha? Po. Kokë me këta Champions. Jo do dalim në 9, thonë ata, o vlla, vje keq, jemi në 9. Jo, ne. Kush fitoj? Kush fitoj? Kush filloj 9? Jo, po fol, po deshe. Jo, po u gëk mëk. Dhe, thanë, e mirë, bëjmë si burra, tha. Po dalim ne në 6, dini ju 9, kush do me pa neve në neve, kush do me pa ju shefjuve. Le themi që finalja Championship tu eklipsua pak. Pse? Ta. Për nesh? Pa jo, përveç. Do t'i puthja pra më e bujshme. Kë puthi moza më bëjnë, qashme, kë puthi moza. Me më është dhe kjo, por nuk është moza, është Marta. Marta Kos, e cila puthi këtë tonin. Dear Marilena Agapimo. E dashur Marilena. Thank you so much, Marta. Faleminderit shumë e dashur Marta. Nuk më do mua? I was thinking to say ljubim te or not. Po mendoja të thoja apo jo ljubim te, por e di që ljubim te nuk është saktësisht varianti sloven, po edhe mund të jetë. Faleminderit. Okay, good. Mirë, në rregull. Tani jam e lumtur. Why you laugh? Po pse qeshni? You are young. Jeni të rinj. Don't know yet the value of love. Nuk e dini ende vlerën e dashurisë. Mua pëlqeu. Ka një javë se është... Jo, mua më pëlqeu. Po kush të putë sot, o Flor? Po, Tashi. dim në çka dhën ky që e potha jo? Shumë bukur, jo, mua më pëlqeu shumë. Po që se unë një zemër i dhe është grus ka 22 vjetë që më poth tash. Dim në çka... Turp keshtim, se gjeli të i dhëmë çdo gjë të gjithë. Dim në... Nese, se duhet themi që Shqipëria ka një merit shumë të madhe, sepse ka ndryshuar komplet lojën sa i përket Evropës. Po. Dhe mbledhjet e nivelit lartë të BE-s për shembull, i kemi ndryshuar komplet që nga koha e Berlusconit, ai kishte marrë malli. Absolutisht. Për pak romancë. S'ka pas. Për pak ngjyra roz. Ja, me këtë tonin, komplet i dhe gjë. Ti mos qesh tonë shet vetëm, po mos je krap, mos je merlu, mos je... Po gjon, por është i vetmi që i kthen takimit e nivelit lartë, si t'ishin në një mbrëmje mature dojnë, ha? Me puthje, me ulje, me gjunjë, me orkestër, me flirtime, me agapi mu. Mungon të vetëm një zhytje në pishinë dhe çik shampanjë, kështu, ha? Po mos jep ide më. Mos jep lutem ide. Pastaj, pritse, ky nuk ishte i vetmi moment romantik i javës. Prape? Jo, sepse të hënën KM priti ministrin grek të mbrojtjes, Nikos Dendias. Po, edhe si hyre, Edi, po ti ç'te këtu? Sigur se dinda i kisha këtu. Nëse thoj që puthi edhe këtë. Grekun, po. Më vjen keq të të shgënjej. Jo, hëngrëm vetëm një drek në baçën luksoze të kryeministrisë. Të shkretët. Aty ku ti dhe unë. As me dronë. Ama lutem, mora hap këto muhabete. Ule ato, ule. Ta ulim dronin. Mirë, okay. As me dronë nuk them. Mbase na tha uluni. Po jo mos do që as me dronë tash as nga lart nuk do. Nuk do, shiko, tash mos ta quajmë bahçe. Pse zvoglojmë? Sa ish kopshti i Edenit. Vërtet ka kushtuar 4 milion euro. Po çfarë janë 4 milion euro për kopshtin e Edenit? Gjithë ilatët që mungojnë mjekësi, kaq janë. Por, mos u habisni shumë se është i kushtueshëm dojnë. Të lutem shumë. Atje kafshët duan ushqime të veçanta për të jetuar. Bravo, Flor. Fauna dhe flora. Duan ujë të knum për të rrit ato. Ka të lloj peshësh madje që hanë vetëm sushi. Nuk duam kështu kokra ato sushi, peshk me sushi. Jam fakt shumë gënjehen edhe të huajt, me çik sushi, me çik peshk, me çik baçe luksoze, me kulla, me resorta dhe thon bravo. Shqipëria përparon. Po, në fakt e vërteta është krejt ndryshe. Është ndryshe, madje jemi të sigurt gjithë që shumica shqiptarëve e din shumë mirë se si është e vërteta. Por ndonjëherë unë ngulitet më mirë në kokë kur a thot një i huaj, ha? Dhe fakt ky huaj për sot është Nicola Gratteri, aktualisht krye prokurori antimafias në Napoli. Ai ka kushtuar një jetë të tërë luftës kundër
'Ndranghetës, që siç e dimë është një ndër sindikatat mafioze më të fuqishme në Evropë. Në këtë intervistë ekskluzive me krye piranjën ton Taulant Kopliku, Grateri shpjegon se çfarë fshihet pas këtij zhvillimi në duke shumë të madh të Shqipërisë. Ndiqeni pak. Allora, siamo pronti? Possiamo iniziare. Allora, dottor Gratteri, è un grande piacere di essere qua a intervistarvi. Voi vivete da decenni sotto scorta. Come questa vita, essere sempre minacciato, essere prudente, com'è la tua quotidianità? Il primo episodio è successo nel 1989, quando una sera, una notte, hanno sparato alla porta della mia fidanzata, hanno sparato 5-6 colpi di pistola e poi hanno telefonato a casa e le hanno detto che sposavo un uomo morto, cioè loro volevano farmi terra bruciata, perché quando ero giudice istruttore, quindi col vecchio codice, ho fatto indagini sia sul traffico internazionale di droga, di cocaina in particolare, e sia sul rapporto 'ndrangheta politica. Questa già mia sovraesposizione da subito ha portato che l''ndrangheta si prendesse posizione, si opponesse a me. E poi nel corso degli anni è stato un crescendo di minacce o di lettura di intercettazioni telefoniche ambientali dove si parlava che mi volevano uccidere. Quindi nella vita è stato sempre alti e bassi, non è stato sempre così pericolo. Poi 5 anni fa invece è stato, diciamo, l'anno più difficile, perché alcune strutture dell''ndrangheta nel mondo, ad esempio a New York, si sono riuniti per decidere di ammazzarmi. Poi sono state fatte le riunioni anche in Calabria, ma l''ndrangheta del luogo, della provincia di Reggio Calabria dove io vivo, si sono opposti dicendo noi non vogliamo problemi, già abbiamo avuto tanti problemi, eccetera. Quello è stato il momento più delicato, il momento più di sovraesposizione. Voi avete una famiglia, avete anche 2 figli. Loro come vivono? Com'è la loro vita? Con loro non ho un rapporto continuo, costante, cioè passano anche settimane e non ci sentiamo. Già da quando erano bambini non abbiamo mai fatto una passeggiata assieme sul lungomare, o siamo andati a mare, o io sono andato alla recita della scuola, o sono andato a scuola a sapere come vanno i figli, cioè non li ho seguiti, sono figli di mia moglie. Ho cercato di tenere sempre più possibile la distanza, il distacco. Ma loro hanno avuto qualche episodio, qualcosa che vi ha fatto, diciamo, tremare, di pensare di andare via dall'Italia, qualcosa? No, loro hanno pensato di andare via dalla Calabria, infatti vivono nel nord Italia, non vivono qui, proprio perché questi problemi li hanno comunque scossi, li hanno comunque condizionati, perché per anni hanno avuto pure loro la scorta e ancora uno ce l'ha, quindi non è una bella vita e cerchiamo di stare più distanti possibile. Beh, la ricordi quando è stata l'ultima volta che ti sei seduto in un ristorante o sei andato in stadio, in cinema? No, io non sono mai entrato in uno stadio, non sono mai andato al cinema. Dall'inizio degli anni 90 non faccio più questa vita, non vado da nessuna parte. Cioè, io sto qui in ufficio, mangio qui in ufficio, stasera torno a casa e domani mattina ritorno qui. Cioè, qui ad esempio a Napoli è una città dove c'è molto teatro, molti eventi culturali, non vado da nessuna parte. Cioè, non sono mai entrato in un teatro qui a Napoli o a vedere un film o a andare sul lungomare di Napoli a mangiarmi una pizza. Ovviamente ti manca la vita di prima. Questa vita è dura, però si sopporta solo se sei convinto che quello che fai serve. E io sono convinto che serve, perché risolviamo i problemi di tantissime persone che subiscono estorsioni, usura, vessazioni, umiliazioni. Rivedere poi queste persone sorridere, avere questo sospiro di sollievo, per noi è una cosa bella e gratificante. Ma c'è un conto delle persone, dei mafiosi, che lei ha mandato in prigione e condannati? Qualche migliaio. Qualche migliaio. Sì, perché faccio questo lavoro dall'86 e anche ho fatto arrestare, ho fatto condannare anche i miei compagni di scuola, perché ho fatto le scuole medie, il liceo in un paese vicino a Gerace dove io sono nato, a Locri, quindi dove anche i figli dei mafiosi delle zone dei paesi limitrofi venivano lì, quindi c'era un'altra concentrazione di figli di 'ndranghetisti e questo ha portato a dover poi arrestare e far condannare anche compagni di scuola o compagni di giochi.
Finché è arrivato il massacro di Duisburgo, nessuno all'estero sapeva niente dell''ndrangheta. È stato il momento dove è scoppiato tutto. Sì, fino a quel momento ovviamente in Europa pochi sapevano dell'esistenza dell''ndrangheta. Infatti per l''ndrangheta quella strage è stato un errore, ma è una strage che era partita dall'Italia, dalla Calabria, da San Luca, dove c'era una faida tra due blocchi di famiglie, Nirta Strangia da un lato, Pelle Votteri dall'altro. Le faide sono delle guerre all'interno della stessa organizzazione, della stessa struttura, si uccidono anche tra cugini. Una mafia molto violenta, molto forte. Siccome questi si trovavano in Germania e non scendevano in Calabria, e poi l''ndrangheta si sposta in Germania, a Duisburg, proprio il 15 agosto, e uccide 6 persone. È importante la data del 15 agosto, il 15 agosto è un giorno di festa, perché la vigilia di Natale, la notte di Natale, era stata uccisa una donna, sempre nella faida a San Luca. Quindi io la vigilia di Natale, la notte di Natale non posso festeggiare perché mi ricordo sempre che hai ucciso mia moglie, è stata uccisa per errore perché era andata ad aprire la porta, quello ha sparato subito non accorgendosi che era la moglie, invece voleva ammazzare il marito. Stessa cosa a Duisburg, io ora ti do la risposta, ti uccido a Ferragosto, così tu tutte le anni a Ferragosto ti dovrai ricordarti dei tuoi morti. Questo è quello che è accaduto. Comunque era uno sbaglio che ha costato troppo alla 'ndrangheta, diciamo. Sì, perché ha costretto ad esempio la Germania a prendere posizione, a interessarsi, a fare indagini sull''ndrangheta. La cosa che mi stupisce un po' è che negli ultimi decenni, dopo la strage di Capaci, l''ndrangheta è in crescita, invece la Cosa Nostra sembra una cellula dormiente ormai, almeno dai nostri occhi. È stata un grave errore per Cosa Nostra. Diciamo che Rina non si è rivelato un grande stratega di guerra, si è rivelato uno stupido. Perché è un condottiero, un leader, in qualsiasi settore, qualsiasi cosa faccia, anche sul piano criminale, deve sapere dove porta il suo gruppo, dove porta la sua struttura. Deve capire da qui a 10 anni dove la porta. La porta a sbattere in un muro? Lo stragismo non si è rivelato vincente, cioè lui, Rina, ha dichiarato guerra allo Stato pensando di dettare l'agenda, di dettare le condizioni allo Stato è stato costretto a reagire, ha mandato in Sicilia di tutto di più e quella Cosa Nostra non c'è più, non perché è morto Rina, Provenzano o Matteo Messina Denaro, quella Cosa Nostra non c'è più proprio nel giorno in cui c'è stata la strage di Capaci, proprio nel giorno in cui c'è stata la strage di Via D'Amelio, cioè quelle stragi, dal mio punto di vista, sono state l'inizio della fine di quella Cosa Nostra, perché il popolo non ha più accettato quel modo di fare di Cosa Nostra, cioè le mafie per esistere hanno bisogno del consenso popolare, altrimenti sono criminalità organizzata, criminalità comune, gangsterismo, che sono una cosa diversa. Loro hanno perso il consenso proprio con le stragi. E quindi quella Cosa Nostra non c'è più. Oggi tutte le mafie, quindi anche Cosa Nostra, è diversa. Cioè c'è sempre sì la struttura piccola, la famiglia che va nelle vie di Palermo a chiedere il pizzo, a chiedere la mazzetta al negoziante, al commerciante, eccetera. Però c'è una Cosa Nostra che è nel mondo dell'imprenditoria, nella gestione di alberghi, ristoranti, pizzerie, piccole fabbriche, piccole industrie, e c'è sempre la Cosa Nostra, come le altre mafie, che cercano rapporti col mondo delle professioni, medici, ingegneri, avvocati, architetti, commercialisti, il mondo delle professioni e il mondo della politica, che ricordiamoci sempre, in qualsiasi parte del mondo dove si vota, le mafie votano e fanno votare. Le mafie non hanno ideologie, non sono né di destra né di sinistra. Le mafie votano, puntano sul cavallo vincente. Le mafie votano per il candidato che pensano possa dargli maggiori garanzie e cercano poi di capitalizzare il voto che loro hanno dato. Vorrei capire un po', la mafia albanese a Roma, Lazio, c'ha delle collaborazioni con le due famiglie mafiose lì che sono i Casamonica e le Spada o lavorano diciamo a parte? In Italia incomincia ad esserci, a vedersi questo aspetto delle mafie straniere che si insediano, come ad esempio all'inizio del Novecento, quando a New York si è istituita la Mano Nera. La Mano Nera cos'era? Era una mafia italiana composta da calabresi, siciliani, campani che sono andati a New York
con le navi, con gli immigrati, e hanno incominciato a vivere in modo parassitario chiedendo il pizzo agli immigrati. Organizzazioni criminali, come sempre la mafia albanese, si insedia, si stabilizza su un territorio, ad esempio immagino il Basso Lazio. È ovvio che nel momento in cui questa struttura criminale si insedia in un comune, si insedia in un territorio, è ovvio che poi ha rapporti di relazioni o di guerra o di pace o di convivenza con strutture criminali che sono già su quel territorio. Quindi o si crea uno spazio o si sparano fino a quando vince l'uno o l'altro. Quindi è ovvio che la mafia albanese che si trova nel Lazio è ovvio che si deve rapportare in qualsiasi modo o con la violenza o col dialogo con strutture criminali che già si trovano nel Lazio. La mafia albanese parte da un paese abbastanza corrotta, dove penso ci sia un riciclaggio molto forte, si faccia molto riciclaggio, perché un paese dove non ci sono tante attrazioni, vedere tutti questi palazzi, questi grattacieli crescere come funghi è già un indicatore che stiamo parlando di un'anomalia del mercato. Non siamo a Monte Carlo, non siamo a Londra, non siamo a Montreal, non siamo a New York, siamo in Albania. Un paese meridionale che parte da un'economia prevalentemente agricola e pastorizia. A un certo punto si vede da Tirana questi grattacieli che in una legge di mercato non hanno senso. E la mafia albanese per noi in Italia non è la mafia di quei 4 morti di fame che vengono a fare gli assalti in villa al nord, nella Villa dei Ricchi, in Piemonte, in Veneto. Quella non è la mafia albanese, quelli sono dei delinquenti disperati che cercano di arricchirsi, di rubare, eccetera. Per noi la mafia albanese è una mafia in crescita intanto. La mafia che crescerà di più sarà la mafia albanese in Europa. È una mafia che ormai vediamo abbastanza consolidata nel nord Europa, in particolare in Olanda e in Belgio. La mafia albanese da un po' di anni incominciamo a vederla in joint venture, in rapporti con l''ndrangheta, soprattutto in Sud America. Ci si sta verificando che l''ndrangheta rimangono i finanziatori, gli organizzatori. Poi per quanto riguarda la logistica, cioè il far arrivare la cocaina nel nord Europa, sta diventando appannaggio, gestione della mafia albanese. Questa per quanto riguarda il traffico di cocaina, cioè la vediamo molto forte nella logistica, nel come far arrivare la cocaina nei porti del nord Europa. È una mafia che somiglia all''ndrangheta, somiglia come durezza, somiglia come struttura, come vincolo di sangue. Quindi io dico che è una mafia sulla quale investire, sulla quale prestare molta attenzione e non sottovalutarla assolutamente, perché quando le strutture sono granitiche, sono dure, hanno l'osservanza ortodossa delle regole, sono quindi strutturate, sono mafie temibili. Quindi stiamo andando oltre quello che è la produzione della marijuana in Albania e poi farla arrivare attraverso quel che rimane della Sagra Coronita via Canale di Otranto, via Brindisi, e farla arrivare in Italia. Rimane sempre e comunque un traffico importante, quello delle coltivazioni di marijuana in Albania e poi facendola arrivare poi in Italia, ma il futuro sarà il trasporto della cocaina in Europa, nel nord Europa in particolare, oltre a non sottovalutare questo radicamento della mafia albanese nel Basso Lazio. L''ndrangheta, una mafia così potente, che bisogno c'ha di fare collaborazioni con gli albanesi? Le famiglie di 'ndrangheta che da anni gestiscono il traffico di cocaina sono diventate talmente forti, talmente ricche che subappaltano il trasporto della cocaina ad altre organizzazioni criminali. Si possono permettere questo lusso di far gestire il trasporto, cioè tu fai arrivare questa cocaina a Rotterdam, ad Amsterdam o ad Anversa e quindi lo fanno arrivare, certo dietro pagamento, dietro provvigione. In Albania, come avete già detto, specialmente a Tirana, è un boom di edilizi. Sì. Dalle vostre indagini esce fuori qualche legame tra mafia albanese, forse anche l''ndrangheta, con la politica albanese, anche per gli appalti, perché ci sono tanti appalti che sono nelle mani, questo lo so per certo. Allora guardi, qui a Napoli no.
Questa è una domanda che deve rivolgere, secondo me, alla Procura di Roma e di Reggio Calabria, perché noi qui a Napoli abbiamo una camorra talmente forte che controlla che in questo momento sul piano investigativo / giudiziario non abbiamo di queste evenienze, di questi tipi di rapporti. Qua in Italia c'è stato il referendum, cambiamo un po' argomento. Voi siete opposti proprio di fronte al governo, avete avuto anche un po', diciamo, di dibattiti dal governo Meloni. Mi ricordo un po' anche perché procuratori antimafia anche nei tempi passati sono sempre stati nel mirino dello Stato spesso. Cioè, voi avete vinto questa battaglia. Pensi che ce l'hanno con la magistratura, il governo e specialmente signora Meloni? Allora, sì, noi abbiamo vinto il referendum perché lo abbiamo saputo spiegare alla gente. Abbiamo parlato un linguaggio semplice, abbiamo spiegato che non si modificano 7 articoli della Costituzione come fosse un decreto legge. Io penso che il Presidente del Consiglio Meloni sia una persona intelligente, furba, che però è attorniata da gente che non la sa consigliare in questo settore, cioè chi fa il Presidente del Consiglio non può essere esperto di tutto, no? Se uno fa il medico non è un esperto di diritto, quindi chi fa politica si deve attorniare di esperti per ogni settore, per ogni ministero. E lei, io penso che non abbia dei buoni consiglieri sul settore che riguarda la giustizia e quindi si è affidata a gente che l'hanno consigliata male perché le riforme che sono state fatte finora o che si stanno facendo non hanno nulla a che vedere con l'ideologia del partito della Meloni. Cioè la Meloni è figlia e nipote di un partito di destra, il Movimento Sociale, poi il partito di Fini, ora il partito della Meloni, Fratelli d'Italia. Questa ideologia di destra non c'entra nulla con le modifiche che stanno facendo sulla giustizia, perché sulla giustizia stanno facendo modifiche che poi alla fine rendono sempre più difficile l'acquisizione della prova, alzano sempre l'asticella sul livello di garanzia dell'indagato e dell'imputato, trascurando i bisogni delle parti offese, trascurando i bisogni di chi subisce. E questo non c'entra nulla con l'ideologia di destra, però la gestione delle riforme della giustizia è, diciamo, tra virgolette, in mano a Forza Italia, che originariamente è il partito di Berlusconi. Ora, chi gestisce il settore giustizia dentro questa maggioranza di governo è Forza Italia, non Fratelli d'Italia. Metà di Fratelli d'Italia subisce queste riforme, non le accetta, non le approva, però per mantenere la coalizione, per mantenere la maggioranza si fanno. E quindi io penso che la Meloni non sia contro i magistrati, penso che la Meloni ha delegato le riforme della giustizia a persone lontane dalle sue idee di giustizia e di sicurezza, ma ormai si trova in questa situazione e quindi non è che può uscire perché salterebbe il governo e quindi bisogna aspettare il 2027 quando si voterà per capire se sarà confermato questo governo. Sicuramente ci saranno delle modifiche, delle riforme, dei correttivi rispetto agli errori fatti, oppure se dovesse vincere il centro-sinistra, il cosiddetto campo largo, potrebbero anche in quel caso esserci delle riforme per raddrizzare questa situazione che non hanno velocizzato i processi. Cioè la gente ha bisogno che un processo non duri 7 anni ma duri 1 anno, 1 anno e mezzo, quindi queste erano le riforme che bisognava fare, non quelle per rendere più difficile l'acquisizione delle prove o mettere all'angolo, mettere in difficoltà i giudici o i pubblici ministeri. Invece c'è un'altra battaglia ancora con i tribunali che mi sa che almeno lei pensa che l'ha vinto. Sono i campi di profughi in Albania che in 3 o 4 occasioni il Tribunale di Roma ha respinto. Lei dice che ormai ha risolto tutto. Lei conosce un po' la situazione? So poco di questo, so che sono costati tanto questi campi in Albania, era più un effetto shock o deterrente per i clandestini, per gli immigrati non regolari, che poi sul piano pratico non è che chissà quanta gente e quanti clandestini sono stati lì o sono lì in Albania. Cioè mi pare che il costo forse non valeva la candela. No, perché sono pochissimi davvero, questo lo sappiamo. Un paese così piccolo come l'Albania, i nostri magistrati, i nostri procuratori, cosa devono fare per combattere questa crescita della mafia che
ormai sta mettendo radici anche nel nostro paese. Creare delle leggi proporzionate alla realtà criminale, incominciare a copiare il sistema antimafia italiano. Poi la magistratura deve cercare di fare squadra, perché se io magistrato sto così, sono geloso di questo pezzettino, non andiamo da nessuna parte. La mafia è strutturata, la mafia è globale, quindi anche noi dobbiamo strutturarci. Quindi in Albania bisognerebbe partire dal sistema giudiziario italiano, dal sistema antimafia giudiziario italiano, poi anche essere più rigorosi, perché il problema della corruzione che c'è in Italia c'è anche molto in Albania. Si può davvero un giorno vincere la guerra contro la mafia o esisterà sempre? No, si può ridurre di molto la potenza delle mafie se c'è un sistema giudiziario nel rispetto della Costituzione, se c'è un sistema giudiziario forte, se c'è un sistema giudiziario proporzionato alla realtà criminale. Quindi bisogna fare tale e tante di quelle di modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere, altrimenti continuiamo a parlarci addosso. Ok, Grazie mille, grazie. la ringrazio. Te kjo intervistë e kryeprokurorit Nikola Grateri, kryeprokurori antimafje, shumë vetë mund të habiten me faktet që ai sjell për krimin, biznesin dhe politikën shqiptare. Sigurisht, ato që thanë janë fakte shokuese, por ajo që më bën më shumë përshtypje, mua të paktën, është diçka tjetër. Ajo që tha, që ka mbi 35 vjet që nuk ka një jetë të tij, që nuk shkon në restorante, nuk shkon në teatr, nuk del të pi kafe buzdetit me shokët, edhe pse jeton në vendin e ushqimit, të detit, të kulturës së shkëlqyer. Nuk del, sepse kjo është kostoja që i duhet të paguajë atij për punën që bën. Ai nuk tha i kontrolloj restorantet para se ty, thjesht nuk shkon fare. Unë kur e dëgjova pata një lloj turpi, jo për vete, për ne. Ai ka 35 vjet kështu. Ndërkohë ne kemi vetëm 10 vite reformë në drejtësi dhe treqereku i prokurorëve gjykatëse nuk e kaluan dot vettingun. Dhe prap, për fat keq, nuk kemi ende një Nikola Grateri. Ka diçka në fushën e drejtësisë që funksionon ndryshe nga shumë profesione të tjera. Nuk mund të luash dot me dy porta. Nuk mund të jesh edhe i pa kompromis në zbatimin e ligjit, edhe i dhënë pas luksit, pushimeve egzotike, verës së shtrenjtë e jetës së bukur. Nuk mund të jesh dishepull i vërtetës dhe të jesh tolerant ndaj presionit të pushtetit. As të flesh i qetë se kriminalët që ke liruar brenda kornizave që të ofron ligji. Për fat keq, rrugë të mesme nuk ka. Dëgjoj her pas here për të rinj që drejtësinë e konsiderojnë edhe si një karrierë të mirë, me të ardhura të bollshme, rrogë të sigurt, jo se po gjykoj, por edhe ajo jetë është zgjedhje e lirë. Por ne, si vend që kemi nevojë për diçka më shumë se kandidat e në punës, është një gjë. Ne na duhen heroj. Tani, a është një jetë e bukur të mos kesh mundësi as të takosh fëmijët e tu të cilët jetojnë larg me një emër tjetër për të mos u bërë shënjestër e mafjes që ti po lufton? Sigurisht që jo. Por shembulli i Graterit na tregon që ka një moment kur ti e kupton që pikërisht ti je një instrument i rëndësishëm i së drejtës dhe luftës kundër së keqes. Dhe në atë moment puna jote pushon si që një karrierë apo para. Ajo që ti bën shndërrohet në një mision. Ky mision kërkon sakrificë dhe besim. Sigurisht drejtësia nuk duhet të jetë luftë, por në një vend si Shqipëria, ku kufiri mes së drejtës e së keqes po përpiqet të fshihet të mos kuptohet kurrë, ne kemi shumë nevojë për misionar të drejtësisë. 35 vite thuajse pa i parë fëmijët. Ky është çmimi i futjes së qindra mafiozëve në burg. Kjo është sakrifica njerëzore jo vetëm për profesionin, por për shoqërinë dhe për atë dheu. A ka njëri këtu që është gati për këtu? We'll be right back.
Ishte e Trumpit? Falenderojmë Temun për këtë kërcimi që na mundsoi këtë javë. Kemi filluar, kemi evoluar. Partneri jon strategjik. Nuk e di ti Dojna, por unë ende nuk e kam marrë veten nga fjalimi I Papës. Po, e vërtet, edhe unë e pash Flor ishte, do më thënë ishte vërtet një alarm. Po. Se, jo më kot, a I tha për gjitha rreziqet që sjell inteligjenca artificiale. Papa Leo kishte çdo fjalë në vendin e vet. Po që Papa Leo, mëj? Papa Leo, pra papa. Po, jo, mëj Dojna kam për këtë djalin ton, këtë kryeinxhinierin. Sandrin? Po nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, I vërtet. Se më bëllëm fare. Jo Sandri, mëj ky, Papa, Dimitër Papa. Dimitër Papa, po. Inxhinieri konstruktori Durrës Marina Endiac, që zbuloi detaje shqetësuese rreth ndërtimit godinave që janë fundosur pak. Po se si godinja, kujdes. Mbau, mua merrti shumë keq Flor. Se me rastin e konfliktit që po ndodh në lindjen e mesme, ne kishim mundësi të ardh si Shqipëri, sepse mund të kthenim Dubain europian, ta kishim Dubajt në dyert e Europës. Ideale! Si po inxhinier? Po nuk ka fat, njeriu I mirë. Jo. Në fakt më merrën sa ata shoferin, kështu që aty në Dubai, kur bëjnë pallate to të larta të fare që ngërvishësit, thotë bëj 7 kate më sipër se si dihet. Ja, ata e kemi parë ne domos. Nga ata I morën Gjërat më të mira marrim ne gjithmonë, e ke vërë? Por ne na duhet një Dubai rezerv mbi tokë, jo nën tokë. Kuptoni? Ama tani edhe disa pretendime Po, ke. prandaj sot Pirania jon Matilda Prendi vazhdon investigimin e kësaj afere që nuk po I del njëri për zot. Dhe këtë radhë përpiqemi të vëmë përpara mikrofonit administratorin e projektit 1 dhe drejtorin e portit të Durrësit 2. Nuk jam fare dakord, domethënë çfarë rëndësie ka? Rëndësia ka ta kesh Dubain, se e ke mbi tokë nën tokë. Po. Rëndësie ka tani. Nuk ka filluar edhe kur ulim karrige, zhyte. Zhytesh, ose e shëndoshur, ti e ke nga pesh. Ke nga pesha dorë me 1. Nga t'ju pyesja, pse e keni mbajtur të fshehur skandalin e zhytjes së 2 pallateve në Durrës Marina? E rinisim aty ku e lam një javë më parë. Tek Elisabeta Hajrullaj, administratorja e Durrës Marina, një prej projekteve më të modha dhe më të debatueshme në vend, siç njihet ndryshe, projekti I Alabarit, që u prezantua me aq krenari si model zhvillimi, e që sot fatkeqësisht ndodhet në mes të një furtune skandalesh, të cilat I kemi rënditur për disa javë me radhë. Sidoqoftë, ne do të fokusohemi tek problemi, të cilin për një kohë të gjatë, projektuesit dhe zbatuesit e projektit u munduan ta mbajnë të fshehur. Zhytja e 2 pallateve të para, tashmë të përfunduara. Pasi problemi, asaj firma u rimblot, edhe janë duke bërë gjithë zonën me blinda, me pilota, se e kuptum që ai terren nuk manë, janë duke punu ditë natë. Firma I mazaj, inxhinieri zbatus, ka thënë që nuk firmos, se e di mirë ai që është punë ngecme. Nuk firmos, atë kolaudimin që duan bëjnë ta me lloj përforcimesh blindash. Nuk e marr përsipër që do ta maj kështu, sepse thonë duhen shem fare ato. Mirë, po këta tash që ta shejme në shkosa madhe, a kupton çfarë halli është. Deri tani që flasim, inxhinieri thotë 74 cm ulje dhe nuk firmos letrat. Menjëherë pasi ne publikuam rastin, në lëvizje u vu Inspektorati Kombëtar I Mbrojtjes së Territorit, që konfirmoi zyrtarisht se objektet kishin postuar ulje. Sipas komunikatës së këtij institucioni, njëri pallat rezulton me zhytje 28 cm, ndërsa tjetri 18 cm. Uljet ishin ato që ishin janë të përcaktuara. Mendoni që janë normale ato ulje apo janë ulje që nuk duhet të ndodhin? Ato janë ulje që ndodhin në procesin e ndërtimit. 28 cm. Dhe janë fenomene që ndodhin në ndërtim. E rëndësishme është të merren masa, sigurohet godina para se të merren kualitim. Kreu I KMT-s e tha qartë, firmës I është kërkuar që të marrë masat e nevojshme për shëndrueshmërinë para se të futen vlerësit. Një kërkesë që me sa kuptojmë, as që është marrë në konsiderat. Ju çfarë po bëni momentalisht në ato objekt? Po punojmë. Po përforconi, po bëni ndonjë gjë? Masash? Jo. Po bëjmë rifinitura të objektit, jemi drejt përfundimit. Ku ka qenë problemi që janë zhytur pallatet? Asnjë problem nuk ka. Është normale? Është normale sipas? Shumë normale. Për I KMT-n është anormale, por nën kontraktori ka një tjetër këndvështrim dhe e konsideron anomalinë e inspektoratit si diçka fare normale. 18 dhe 28 cm? Janë shifra të dhëna gabim. Shteti I KMT-ja nga I gjeti këto shifra? Shteti I KMT-ja është shtytur nga Juve, sepse Juve bëni presion edhe vin kod për t'u mbyllur gojën Juve dhe për t'u mbyllur gojën publikut, vinë edhe japin deklarat kod. Pra, ne shpikim një zhytje të paqen, dhe shmendurisë tonë I bashkohet edhe I KMT. Vetëm zoti Elmazaj thotë të vërtetën. E keni lajmëruar ju kompaninë që ka ndodhur kjo zhytje? Patjetër, unë jam zbatoj projektin. Në fazën ndërtimore të gjitha objektet zhyten. Edhe KMT-ja ka bërë një gabim. Ku?
ka ardhur në objekt, ka matur objekte dhe i ka matur ku i ka dash shefi atia. Unë kam monitorimet të objektit, mund të kërkonte llogaritën nga ne. Si ka kërkuar? Po nuk i ka kërkuar pra. Nuk është 28 cm po them, është 18 cm. Sipas nën kontraktorit, institucionet i kanë bërë matit në ajër. Edhe inxhinieri konstruktor Dimitër Papa nuk u duki kënaqur nga takimi me ne. Madje u tregua shumë më jashpër. Po daç filmoj, daç mos e filmo. Po mirë, më Daç qoftë, zgjidhet, kemi ardhur të në lutem. mënyrë shumë Po jo më do mësosh ti mua se si kam, unë shpëtarja. Ne kemi ardhur. Të lutem, për jo pyetjet ta bëj tona. që në fillim. Nuk më intereson fare. Jeni piranjat, jeni kush jeni, vini nga vini. Sidoqoftë, pas kësaj përplasje të parë, më në fund arritëm të merremi vesh. Disi. Uljet janë 18 cm. Jo 28? Jo Njëri? 28, absolutisht. Okej. Dhe ulja maksimale me minimale varion diku tek, pra ulje diferenciale varion diku te 5 cm. E kuptoj, domethënë kundërshtoni versionin zyrtar të IKMT, si institucioni shtetëror. Të të bëj një pyetje unë? Që i IKMT-a të gjej se sa është ulur, a duhet të ketë matjen 0? Kur objekti ishte i Patjetër, po. pauni? Nuk i ka marrë nga ju? Si e ka bërë? Ka bërë në ajër IKMT këtë gjë? Atë e din ata. Pikërisht. Dhe e kanë sqaruar mjaft mirë, sepse sipas Institutit të Ndërtimit, për të monitoruar uljen vertikale të objektit, janë vendosur pika fikse të referencës në strukturë dhe terren dhe më pas janë krahasuar rezultatet me kuotat 0 sipas projektit. Pra, këto kuota, që sipas nën kontraktorit dhe konstruktorit, nuk janë marrë parasysh. Gjithashtu, në shkresë thuhet se shkryer studimi gjeologo-inxhinierik dhe oponenca nga instituti është dhënë për fazën e zbatimit të projektit dhe nga vlerësimi i saj rezulton se projekti ka plotësuar kushtet teknike të projektimit. Deri këtu, çdo gjë pas ka qenë okay me projektin, por çfarë ndodhi më pas që gjëja u kthye përmbys? Këtë na e sqaroi inxhinier Dimitri pas plot gjysmë ore debatit të panevojshëm. Problemi te kompania është që objektet tona A02, A04 kanë patur vetëm një kapull në tokë. Ndërkohë që kur u bë themeli i objekteve tona, u hapën gropa në të majt, në të djathtë, nga përpara dhe nga mbrapa. Gropa më të thella se sa gropa e objektit tonë. Nga këto gropa është hequr ujë, është hequr rërë sepse duhet të punohej. Kjo ka shkaktuar sufozion. Është larguar materiali nga themeli im dhe ka shkuar te gropat që ishin më të ulta. Kjo ka shkaktuar një ulje më të madhe se sa ulja e parashikuar me projekt. Sa ishte parashikuar? Ka qenë 5 deri në 10 cm. Dhe ka vajtur 18. Pra, faji është e mënyra se si është zbatuar projekti dhe ndërhyrje teknike të kërkuara nga kompania Durrës Marina. Përveç kësaj, të gjitha gropat fqinje kanë patur pilota si ato tonat, pilota çakulli me vibrim. Me çakull duheshin të pilota? Pilotat janë dashur me beton, por neve na ka detyruar vetë kompania, kanë ardhur ekspert nga Dubai dhe na kanë thënë do të hiqni pilotat e betonit dhe do bëni pilota çakulli. Për të minimizuar kostot, për çfarë? Për të minimizuar kostot? Dhe ata me që kishin eksperiencë e tyre në Dubai me pilota çakulli dhe në terrenet të ngjashme thanë jo, do bëni pilota çakulli. Ne nuk mund ta dinim vijshmërinë e punimeve, se kur do hapej gropa majtas, u hap gropa djathtas, u hap gropa nga mbrapa, u hap ishina nga përpara, të gjitha këto ishin më poshtë. Dhe objekti ynë ishte në pjedestal. Plasaritjet që kanë ndodhur te tullat kanë ardhur nga vibrimet gjatë nguljes së pilotave në objektet fqinje, dhe unë i kam me video të dokumentuara. Objekti është lëkundur dhe është tundur i gjithi. Ato janë mini tërmete, kanë sjellë ca plasje. Si kështam dhe unë, gjithandej ja ka dhe këtu pallati plasi që procesi i shpejt i ndërtimit dhe mënyra e ndërtimit, kur gropa jonë rrethua me gropa të tjera, shkaktoi një ulje pak më të madhe. Ky zotri, që sot e pranon publikisht problematikën, pavarësisht se mundohet ta minimizojë, nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Ai është arrestuar në vitin 2021 kur mbante detyrën e ekspertit të IKMT-s, pasi akuzohej se kishte ndërhyrë për të manipuluar një akt ekspertize me qëllim përfitimi financiar nga granti i rindërtimit. Prandaj dhe e ka aq të thjeshtë shprehet se IKMT ka gënjur, por le të kthehemi te thelbi i skandalit, në mes të cilit janë qytetarët e Blerësit, ata që presin të mosojnë nëse pallatet ku kanë investuar janë realisht të sigurta. Por edhe taksapaguesit, të gjithë ne, sepse Autoriteti Portual Durrës është institucioni shtetëror që zotron 33% të kapitalit të Durrës Marina nëpërmjet shoqërisë Albanian Seaports Development Company. Zotja Liu Spikalove, si e? Unë jam Matilda. Tani e kuptoj. Okej, jam Matilda, gazetare nga Piranja. Doja të flisja me ju si drejtuesi i Autoritetit Portual të Shtetit dhe përfaqësuesi taksave të shqiptarëve. Çfarë mund ta thoni lidhur me skandalin e zhytjes së dy pallateve në Durrës Marina? A mund të na dërgoni pyetjet, do të përgjigjem të gjitha. E keni emailin? E keni mundësinë që të flisni shqiptarëve tani në lidhje me taksat e tyre, më kupton? Ju beton që për çdo pyetje që do marr ka ju. Çfarë përgjegjësie mbani ju? Si drejtor
I portit. Për të gjitha pyetjet në mënyrën më të saktë. Faleminderit. Zoti Aliu, shkatrua porti për të bërë ky projekti. Tani ka ndodhur ky skandali, janë zhytur një projekt të dështuar. Për të gjitha pyetjet do i beton. Zoti Aliu, nuk e keni një përgjigje? Jo, po duhet të kem pyetjet e sakta, dhon të mbledh informacionin. Pyetja është shumë e saktë. Si profesor shqiptar. Përgjigjja ime duhet të jetë e saktë. Për të qenë përgjigjja e saktë, duhet ta vazhdoj pyetjen dhe të përgjigjem ta. Ka kaq shumë kohë ky skandal. Mendoj që një përgjigje e keni formuluar deri tani apo jo? Jo, e nisni dhe unë ju përgjigjem. Kemi një mbledhje me stafin. E kuptoj, mund t'ju presim pasi ju mbaroni mbledhjen dhe t'ju japim të gjitha pyetjet. Patjetër se mbas edhe mund duhet të prisni. Po, i nisni pyetjet, normalitetin apo skandalin duhet të vlerësohet. Është vlerësuar nga institucionet. Është i kollëtoria. Janë institucione që vlerësojnë, lexojnë raportet dhe mbas këtyre raporteve. Keni parë përgjigjen e IKMT-s që thotë që pallatet janë zhytur 18 dhe 28 cm? Unë përgjigjen do t'ua jap mbas të pyetjes juaj dhe i mbledh të gjitha raportet që janë. Nuk keni asnjë përgjigje tjetër. Nuk kam asgjë për të shehë ndaj jush. Nisni pyetjet. Nuk keni se shihni se ka dalë publikisht gjë, më kupton? Mund të them në opinionin tuaj. Dhe në përgjegjësinë ligjore. Them shumë thjesht. Plasjes së skandalit. A keni bërë një auditim për të kuptuar çfarë ka ndodhur realisht? Për të gjitha këto do të kemi me shkrim. Ku përfaqësoni taksat e shqiptarëve? Për gjitha këto do i keni me shkrim. Kjo mbledhje ka të bëjë me lidhur me dështimin e projektit Durrës Marina? Mbledhja rregullt javore me drejtorin. Ju shkohet mbar dhe shpresoj që vazhdim mirë në masa që mos ndodhi një skandal akoma më mas së ky. Mirupafshim. Shëndet, që të mirë. Faleminderit zot Aliu. Faleminderit. Mirupafshim. Përballë pyetjeve mbi një projekt që prek drejt për drejt interesat publike dhe taksat e shqiptarëve, drejtori i autoritetit portual nuk dha asnjë përgjigje, i gjithë komunikimi u kanalizua në të njëjtin refren. A mund të na i dërgoni pyetjet? Të gjitha pyetjet, mi sillni pyetjet? Jo, po duhet të kem pyetjet. A bën të lutem, nisni pyetjet? Nisni pyetjet. Nis pyetjet. Por është edhe dikush tjetër që ka përgjegjësinë direkte në këtë projekt. Administratorja e Durrës Marina, zonja Elisabeta Hajrullaj. Nëse keni qenë të vëmendshëm, 2 herët e para, dera kryesore ishte e hapur, ndërsa sot, pas plasjes së skandalit, Durrës Marina ka shtuar personel duke vënë një roje. Shpresojmë që kjo mbledhje të jetë për ndrejtjen sa më shpejt të dëmit të shkaktuar, sepse mos harrojmë, siç u kemi treguar më herët, pallatet po ndërtohen kryesisht me paratë mbledhura të shitjeve në ajër, pra me paratë blerësve të apartamenteve. Ndaj humbjen më të madhe nga ky problem e pësojnë ata vetë. Teksa ne presim, nga zyrat e kompanisë shohim një numër të madh njerëzish që hyjnë dhe dalin, dhe më në fund, pas gati një ore, zonja Elisabeta doja t'ju pyesja, pse e keni mbajtur të fshehur skandalin e zhytjes së 2 pallateve në Durrës Marina? Zonja Elisabeta, çfarë përgjegjësie mbani lidhur me këtë problem? Të lutem, mund të largoheni? Se keni mbajtur të fshehur? Të lutem, mund të largoheni? Ju lutem, pse nuk keni marrë masa më para se duhej? Të mundshme, të lutem. Duhet i përgjigjesh taksa paguesve shqiptar dhe atyre blerësve, të lutem, si përfaqësuese e kompanisë. Si të mund të largoheni? Se nuk keni marrë masa më parë? Të lutem, mund të largoheni? Riparimet kush do t'i paguaj? Të lutem. Zonja Elisabeta, të lutem. Keni një detyrim publik sepse jeni përfaqësuese e kompanisë dhe duhet të merrni masa për këtë. Pse keni mbajtur të fshehur? Të lutem. Zonja Elisabeta preferoi të largohej dhe të mos jepte asnjë përgjigje, me sa duket nuk e ka një të tillë. La settimana scorsa, ose si që i thonë... Po pse italishti? Nuk e di pse më erdhi kështu. Javën e kaluar zbuluam probleme të mëdha me legalizimet dhe palishmërinë në fshatin Shkallnuer të Durrësit, ku shteti luante një rol jo të vogël. Dhe duke nisur nga kjo, gjurmët na solën në fshatin Gjafzotaj, ku në shpresonin kap një peshk të vogël. Po do t'i më dojna që në rrjetën tonë ra një peshkaqen. Se kontrollon do të rrjetën, Flor. As më shumë e as më pak se personi që ka qenë përgjegjës jo vetëm për këtë, por edhe për shumë legalizime të asaj periudhe në Durrës. Peshkaqen, dhe më dëgjo mirë, me 30.000 legalizime. 30.000 legalizime problematike, e të theme. Më falë. Sa e cop i bjen ditë? Nuk e dita nisë, ne liceu unë kemi bërë. Po, pra. Sa vetëria të vështira. Edhe po të mbledhim orët e gjithë jetës nuk bëhen 30.000 orë. Nuk e di, ky legalizimi ti ham mëngjes shumë me mjalë. Mirë për fytyn. Allah më fara në legalizim, të bëjmë një përtretjen. Po, le të shohim anën pozitive, për shembull. Gjithë bota mburret në kohë që po jetoj me sa followers, sa ndjekës ka në Instagram. Ky mburret me sa legalizime ka në CV. Legalizime me probleme janë vetëm njëra anë e problemit, sepse piranja jonë Freja Arderisa arriti zbuloj shumë më tepër. Zotria, edhe sot që flasim, ka një post të rëndësishëm, të cilin vazhdon ta shfrytëzoj për të mirën e Shqipërisë. Ja, për të mirën e Durrësit. Ja, ju afrove për të mirën e Gjafzotajt.
Ja. Portierin e ti më i dojnë. Po mirë se, tani nga vetja nis çdo gjë. Po. Fillon bën mirë për veten, pastaj e shpërndan. Pra ti bëj 300.000 legalizime dhe pastaj do shpërndaj mirësi. 300.000? Po 300.000? Po ai 30.000 bëri për kaq. Po. 300.000. Se mos kemi punë tjetër ne. Deri vitin tjetër i ka bërë, ja. Atë bëjë kemi tokë, po? Sa ti të regjoni, ani pine knoni. Edhe firma. Do ti ta harroj për 101 milion vjetë, se s'pu t'i shem më shpi se do na i 50 metra tokë. Do hetim bazë ligjore. Shiko këto, nuk do bush më tepër se 30 minuta, do tharras punëtorit, do ta prish komplet çakja rrëzuat e lartë. Një javë më parë ju treguam historinë e 54 vjeçarit Dibran Fatmir Lakushi, i cili në vitin 2004 bleu në zonën e Shkallnurit një sipërfaqe toke 300 metra katror për vlerën 33 milion lekë të vjetra. Pa e menduar se kjo pronë shumë shpejt do të bëjë një mollë sheri mes tij dhe familjes së Muhamet Hersit, zotëris që ja shiti tokën dhe që sot nuk jeton më. Bisedu me Muhamet Hersin dhe ram dakord më thotë që prona jote është në këtë vend. Dhe unë atë kohë nuk e hyra me një fjalë as me topograf, as me asnjë gjë. Çështje besimi shto këtu dhe faktin se përpara Fatmirit aty kishin bler tokë motra dhe vëllai i tij. Dhe pas këtij investimi Fatmiri asakoi 32 vjeçar u largua sërish në emigrim. U ktheva nga Kanadaja 2009. Bëj gjithë letrat që të shken komunë për rrethim prone. Mirë po, kur vjen kryetari i komunës bashkë me topografin që të vën piketimet, ishte prona me fjalë që unë dhe e merrsha në këtë pozicion. Vjen topografi thotë zotëri, thotë ti nuk e ke pronën në këtë pozicion, po thotë ti pronën e ke në këtë pozicion poshtë. Në atë moment që more vesh këtë lajm, kishte ndërtim të Muhametit aty? Po ishte ndërtimi. Ishte vazhduar me një fjalë 3 kate. E mati topografi i nxori biketimet e të gjitha dhe aty doli me një fjalë që Muhamet Hersi kishte bllokuar mua rreth 80 metra. Sipas këtij proces verbali të mbajtur më datë 31 maj 2009, vjetre se nga madjet e topografit në terren ka rezultuar se Muhamet Hersi me ndërtimin që kishte bërë pa leje, kishte zaptuar plot 100 metër katror të tokës që vetja kishte shitur Fatmirit. Dhe në ato kohë të kriste lufta aty, po të hinsha unë me një fjalë e lagu nuk e lagu. Po Muhameti që i shkaft në atë moment, ai nuk futi djalin që të futet në konflikt me Dibrant, po futi vajzën, atëherë jam drejtu gjykatës. Nuk mora as avokat, unë kisha letrat Sofie Hersi, goca e Muhamet Hersit, ishte me avokat. Gjyqtari kishte letrat e mia, certifikatën time, po kishte edhe letrat e asaj, që kishte një shtëpi në pronën time. Dhe e pyeti avokatin e zonjës, ke qenë ke prona që ta shikosh si pronë që ke ardhur të mbrojsh zonjën Sofie Hersi? Ti jo, thotë s'kam qenë, thotë po e kam letrat. Letrat i kam në unë, thotë çoun kam për jashtë. Gjyqtari i bie çekiçit, kjo shtëpi do prishet, çdo gjë ka mbaruar. Kështu më datë 18 gusht 2010, komuna e Rashbullit njofton zonjën Sofie Hersi që të paraqes pranë zyrave të INUV dokumentacionin tekniko-ligjor të banesës që disponon. Dhe në mungesë të këtyre dokumenteve, sepse shtëpia ishte ndërtuar pa leje në tokë private, një javë më pas Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Vendor e njofton zonjën për të bërë brenda 10 ditëve prishjen vullnetare të vilës Trekaçe. Por ajo gjë nuk ndodhi. Dhe më datë 10 shtator 2010 kryeinspektori firmos urdhrin për prishje të objektit. Kur vajtëm ke kryetari i komunës që dhbinte fadromat, ai ishte tremb. E kishin kërcënuar djali Muhamet Hersit. Fatmir thotë, unë nuk mundem me ju fut kësaj çështje, kam fëmijë, kam familje, edhe unë nuk do lej familjen time rrugëve për këtë pronë. Unë do e vej një shënim aty që kjo shtëpi nuk ka të drejtë të legalizohet. Bëhet fjalë për këtë dokument të firmosur nga vetë kryetari Ysen Gashi, i cili kishte nxjerrë urdhrin e bllokimit të legalizimit të objektit në fjalë. U lodha nga kjo pronë. Merri shpirti aty ku s'mba më, që të japish lek edhe të futesh edhe në sherr edhe në gjakmarrje. U detirova, unë u largova, i kanë filan. Me mendjen e fjetur se shteti nuk do të gabonte sërish për të legjitimuar veprimet e familjes Hersi. Mirë po shteti jo vetëm që gaboi, por e thelloi edhe më shumë paligjshmërinë. Duke e pajisur zonjën Sofie Hersi në vitin 2016 me leje legalizimi për objektin 3 kate me papafingo dhe firmëtarët e këtij dokumenti ishin përgjegjësi i sektorit të legalizimit në Luiznin e Durrësit, Mario Semini dhe drejtori Flamur Gjuzi, i cili aktualisht mban postin e drejtorit të policisë bashkiake Durrës. Zoti Gjuzi, përshëndetje. Për ardhje nga misioni Piranjat. Patjetër, në 2016 ke qenë drejtori i Luizit. Ku do të gëzuar? Ku dush ti? Okej. Ta mbyllën atë kamën këtu. S'ka po që pastaj nuk ka sens. Si s'ka sens? Po ta di pra si është problemi dhe t'ia përgjigjen. Patjetër, ja ku i kam letra për ditë. Po futem aty gëzuar po të mbishov. Kamer nuk e
verifikim do të është emision investigativ. Nuk për çfarë lidhje ka, unë jam dhe për dalë në terren, ta shoh. Në 2016 këtë qenë drejtora Luizni dhe ke legalizuar këtë shtëpinë këtu. 3 kaçe me popa fingo në tokë të dikujt tjetër. Tu është konstatimi në 2009 që i ka zënë tokën. Dokumenti i dytë, urdhër nga Hysen Gashi, kryetari i komunës asaj kohe. Lexoj pak urdhrin. Kjo shtëpi nuk duhet legalizohet. 3. Vendimi në Inuvit asaj kohe për prishje të objektit. Po pra për problemet në këto leta janë përcjell tek zyra Luizi para se të legalizojë objektin. Kur një kryetar komune nxjerr një urdhër për mos legalizimin e një objekti, kujt tjetër përveç se palës së interesuar dhe zyrës legalizimit duhet ja dërgoj. Edhe sikur mos t'ju vin letrat fare. Një shtëpi që është pa leje, thjesht e legalizoni, nuk bëni asnjë verifikim? Po, ne bëjmë verifikimin objekti i plotson apo jo kriteret për legalizim. Po objekti për mendimin tim i ka kaluar të gjitha ato filtrat të tyre dhe është kualifikuar për legalizim. Do me thënë, një objekt 3 katësh që ndërtohet në tokë të dikujt tjetër, që ka inspektim, vendim për prishje të këtij objekti nga Inuvi, i plotson kriteret? Nëse ne nuk kemi marrë njoftim nga qytetarë apo nga subjekte të tjera që për këtë objekt ka këto që po thoni ju, atëherë ne nuk e legalizojmë. Nëse nuk kemi nga ta dimë, nuk sim. Po mirë, më fal. Unë jam Frardi, jam askushi përpara jush në 2016. Si sigurova unë dokumentet, dhe si sigurohet ju që jeni drejtor? Atëherë duhet vinte zotëria për të cilën ankohet. Zotëria ishte në emigrim, bleu tokën e la aty. Kur vjen e gjen 3 kaçe, ju e legalizoni. Do kompensohet ai për pjesë që ka zënë kjo zonjë? Nga taksa tona? Jo, nga fondi i kthimit të pronarëve. Fondi i kthimit të pronarëve si sigurohet? Po tash nuk e di unë se s'jam tash unë po flas për procesin. Nga taksa tona? Jo, nga vlera e parcelës zotimore. Palishmëria organeve shtetërore përveç se sonon të drejta të individit që i zaptohet prona, sonon dhe të drejta e taksa paguesve shqiptar, sepse një person që ndërton në mënyrë të palishme legalizohet, paguan një shumë në vlerë minimale dhe dëmshpërblimi për tokën e zënë për pronarin që shpronsohet jepet nëpërmjet taksave tona. Kam zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Vërtet procesi i legalizimit është një proces i pakthyeshëm, por ligji për legalizime ka të përcaktuar edhe rastet kur një ndërtim nuk mund të legalizohet. Ky ndërtim hyn te ndër ato që duhet të ishte skualifikuar. Zonja në fjalë e ka kryer palishmërinë dhe në kompromis me institucionet, jo vetëm se ka filluar ndërtimin, po se ka mbaruar ndërtimin dhe kanë legalizuar. Kam zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Ligjin, duke legalizuar një gjë palishme. Po, jo vetëm këtë, po kam legalizuar 30.000 si puna kësaj. Të palishme. Jo të palishme, kush tha ty që është palishme, nga nxjerrti ti. Po Inuvi që do të prisheni se është palishme. Po të them në qoftë se këto shkresa nuk janë tek zyra e Luiznit, Luizni asaj kohe ka kryer detyrën dhe vetëm detyrën. Nëse këto janë, është tjetër gjë. Sipas logjikës së drejtorit, kushdo që jeton jashtë vendit, blen një tokë dhe e la aty rrezikon që t'i zaptohet sepse nuk ka dërguar shkresa tek Luizni. Kjo mund të ndodhë vetëm në vendin më të korruptuar të Europës. Sidoqoftë, lidhur me këtë pretendim të zotit Gjuzi, ju drejtuam Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të marrë një datë saktë depozitimit të këtyre dokumenteve në zyrën e Luiznit. Ndërkohë sa i takon shifrës 30.000 legalizime që drejtori e manifeston kaq shumë, ai vet ka një histori pas së cilës ndoshta nuk do duhet të mbante me kaq krenari pozicionin që mban sot. Sepse më 24 shtator 2019, ndërkohë që zëvendës drejtoreshës së Kadastrës së Durrësit, Luciana Kola ju vun prangat, zoti Gjuzi u shpall në kërkim, pasi kishte dyshime të forta se në bashkëpunim edhe me zyrtarë të tjerë kishin shpërdoruar detyrën në legalizimin dhe regjistrimin e disa pronave të paluajtshme, kryesisht në Bregdet. Për zëvendës drejtoreshën Luciana Kola, prokuroria së kohë kërkoi arrest me burg, por gjykata vendosi detyrim paraqitje, ndërsa zoti Gjuzi i fshehur një zotë Diseku ju mbush mendja në mars të vitit 2020, pas 6 muajsh në Arati, dorëzohet në policinë e Durrësit dhe gjykata i cakton masën arrest shtëpie. Pas një procesi të gjatë gjyqësor, në vitin 2024, gjykata e apelit të Durrësit e dënon Flamur Gjuzin me 9 muaj burg për veprën penale shpërdorim detyre, dhe ky dënim i konvertohet në 1 vit shërbim prove. Dhe çfarë ndodh më pas? Në muajin prill 2026, zotit Gjuzi i dhurohet posti i drejtorit të policisë bashkiake të Durrësit, në shkelje të plotë të ligjit 89/2022 për policinë bashkiake, sepse në pikën D të nenit 12, një nga kriteret për pranimin në policinë bashkiake është që personi të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e ndonjë krimi apo kundravajtje penale. Të gjitha çfarë ju treguam kishin të bënin me rastin e grabitjes së tokës që ju bë Fatmirit, në të cilën është përfshirë me firmën e tij edhe drejtori Gjuzi. Por ajo që do ju tregojmë tani meriton vëmendje maksimale, sepse kemi një drejtor të policisë bashkiake i cili pasi është emëruar në shkelje të ligjit, nuk e ka as pak problem të dëmtojë mjedisin në një nga zonat më të bukura në Durrës, sigurisht duke e shkelur ligjin në mënyrë sistematike. Përshëndetje Piranjat,
Pash rastin Ati Dibranit në tokën dhe legalizimin që i ka bërë drejtori Flamur Gjuzi. Sot nuk është më të legalizimet, është drejtori policisë bashkiake në Durrës. Ka një tokë afër fshatit Qavzotaj dhe Arapaj, mes 2 liçeneve, merr kamiona me dhe edhe inerte, i merr tek porti i Durrësit dhe i hedh aty për të shëshuar tokën. Mendoj se është e palishme, pra ai është vetë drejtor. Kush do vita gjobis? Siç shihet edhe nga këto pamje, kamionët me të tillë logo që hedhin dhera në tokën që nga sa thot denoncuesi i përket zotit Flamur Gjuzi, janë të njëjtët kamion që punojnë natë e ditë në portin e Durrësit, aty ku kolegja Matilda Prendi ka zbuluar një tjetër skandal, zhytjen me disa centimetra të godinave që po ndërtohen. Por siç na ndodh jo rrallë, informacionet tona edhe mund të rrjedhin në favor të shkelësve të ligjit. Ndaj kur mbërrim në Xhavzotaj përballemi me një heshtje varri, por shenjat e këtij aktiviteti intensiv dhe me shumë gjas të paligjshëm janë ende aty. Kemi ardhur për një denoncim tjetër, qytetar duke qenë se jeni drejtori policisë bashkiake. Mbaroj gjithë sot, çka kemë thënë? Patjetër. Kemi denoncime lidhur me zonën e Xhavzotaj. Atëherë kalojmë tek zyra, tani jemi këtu për të kaluar ke zyra e mbyllim këtu. Jo, kamerë nuk, një sekondë, mos e prek kamerën, një sekondë. Edhe kalojmë ke zyra. Kemi denoncime që në zonën e Xhavzotaj. Kalojmë tek zyra thash. Pse prek? Po pse prek? Pse u bëre agresiv kur përmend në Xhavzotaj? Jo, hajde, Xhavzotaj është zona ime dhe është një nga zonat më të bukura. E një mirë domethënë. Po, goxha bukur. Drejtori nuk gënjen, siç shihet edhe nga këto pamje të filmuara me dron, peizazhi është vërtet mbreslënës, por dherat, gurët, betonizimi që po i bëhet pak nga pak, ja prishin bukurinë. Është një lokal atje Wonderful Camping, edhe po hedh jo vetëm dhera, inerte me kamion, ajo pjesë aty është tokë bujqësore. E keni inspektuar gjatë zonë, digje kush e ka, kush nuk e ka? Kam pas ankesë. Po normal se jeti i zoti tokës. Kush do ankohet? Ke gabim. Kush do shkojë di vendosë gjë? Verifikoje. Këtë verifikoj që si jeni ju pronari i asaj Wonderful Camping atje që është lokal lavazh, toka bujqësore. Ka për tjera kështu, të kthej përgjigje zyrtare. Në rregull? Ne ishim atje, kemi denoncim nga qytetar, pyetëm njerëz atje që ai lokal, ajo zonë deri te rezervuari që juaj. Ke gabim. Po si mund të mohosh një gjë që është e jote? Ja marr informacionin nga gabim. Falë, do të bëj një pyetje. Kjo toka këtu që është e lokalit, kjo këtu para? Po, çish kjo përpara është e lokalit. Pronari që i kësaj toke sa ka dhe po e kupton tash. Këtë pronën ngjitur ligjin kush e ka? Ka ndonjë. Çfarë është? Duket që ka vazhduar se duke rastani të drejtoria policisë. E ka pronë vetë, kolegë dhe borë të rezervuari atë. Po këtu digje kush e ka apo jo? Nuk e shet këse ky blen kush e. Nuk e shet. E gjitha këtu. Kush është? Dini gjë? Flamur Gjuzi. Flamur Gjuzi ka ishte drejtori i legalizimit Durrës. Nuk besojmë se dikush tjetër, ndonjë i panjohur, të ketë bler prona në Xhavzotaj dhe të ketë interes që të përhap sa më shumë fjalë që këto i pas ka Flamur Gjuzi. Tash jemi shtoti djali. Ta mbyllim me kaq? Po mirë, duke qenë se jeni drejtori i policisë bashkiake, a shkojmë bashkë ju me makinën tuaj dhe me grupin tuaj, ne me tonën bëjmë një verifikim atje? Po, shkojmë. Okej, do me Po doni përpara prisë atje. Dakor, presim aty jashtë. Faleminderit. Ndodhem jashtë institucionit të policisë bashkiake Durrës. Drejtori Flamur Gjuzi na premtoi se do të presim pak minuta dhe së bashku me një grup inspektimi do të shkojmë në Xhavzotaj, në tokën ku hidhen me kamion dhera, mbetje të ngurta, inerte. Presim e të shohim a do të marr guximin zoti Flamur Gjuzi, të shkojmë e të inspektoj apo të gjobis veten e tij. Zotin Gjuzi e pritën për më shumë se 30 minuta, ndërkohë që bënte telefonata dhe priste njerëz në zyrën e tij, deri kur shefi i sektorit të territorit na lajmëron se tash i thotë zotët për pjesën pa kamerë. Okej, po ja plotësojmë dëshirën. Fike kamerën. Sash jam në varësi të Bashkisë Durrësit, do të marr okejen me kryetarin e bashkisë për të komunikuar me mediat, po pres në bësh kërkesën në shkrim, do të them këtë me shkrim brenda ditës sot. Do të sjell pastaj grupin, që ne presim kemi edhe nga kesa të tjera sot. Siç të thash isha për 2 gjëra dhe nuk më erdhi mirë që e mohuat pronën tuaj atje, gjithsesi ne kemi të gjitha faktet, pavarësisht se nuk është me letra e juaja, ne dimë se si funksionon sistemi. Si funksionon sistemi? Sistemi funksionon se unë kam dhënë ata tezë. Nëse unë shkoj në një lokal, në një tokë shkel, dhe atje gjej një roje, dhe i them kujtja është kjo toka. Pse s'më thot roja është i Aldo Filanit, thot është i Flamur Gjuzit. Se thot është Flamur Gjuzit, se thot komshiu është Flamur Gjuzit. Në të gjithë gënjejnë, jo, po të them ka letra. Letra mund të ketë, por nga ato letra që mund na dalë ndonjë teze pensioniste me 2 hektar tokë dhe ligjërisht jemi okay fare. Qose ju s'dalloni lokalin tuaj, o zoti Flamur. Wonderful Camping. Nuk është jemi këtu. Dakor, kush nga tru komision duhet, sikur se nga tru komision, unë jam ke lavazh. Gjithsesi sa do të bëjmë ta verifikosh. Kur marrim një denoncim, përpiqemi me të gjitha mënyrat që t'i mbledhim dhe t'i verifikojmë faktet. Si në këtë rast, ku zoti Gjuzi thot unë jam tek lavazhi, eksaktësisht kjo pjesa këtu që siç shihet nga pamjet është e gjitha bashk pa ndarje me parkimin, lokalin dhe tokat bujqësore poshtë.
Kjo tokë këtu që është e lokalit, kjo këtu para? Po, gjithë kjo përpara është e lokalit. Pronari që i kësaj provi se ka dhe po e përpara pashe. Këtë pronën një gjithur, ligje kush e ka? Të mund gjithë. E ka pronë vetë, kolegë dhe borë da reservari ka vetë. Nuk është Tjesa këtu, la mujtozi ka territori në qizimi dush. A për pak harruam të themi se biznesi Wonderful Camping, lavazh lokal, parkim nuk figuron i regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, ndërsa për këtë katastrofë mjedisore që po bëhet në pjesën tjetër, kemi informuar edhe Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në pritje të një përgjigje për konstatimet dhe masat që mund të merren. Sa për pronarin me letra si prestanome, kjo i takon organeve ligjzbatuese që ta hetojnë, pasi të tilla veprime quhen as më pak e as më shumë fshehje pasurie e pronarit real. E ai zyrtar që fshe pasurin ka brenda edhe korrupsionin, edhe evazionin fiskal, edhe shpërdorimin e detyrës, thënë shkurt subjekti SPAK-ut. Kjo do atrokitje shkon për Rezin, faleminderit që na vë kështu kongush. E bëre partin dhe për këtë javë, kaq e kiti. Kaq, tash i fleje. Javën e kaluar Flor trajtuam koncesionet e check-upit, kaluar me firmën e zëvendës ministres Milva Ekonomi. Dhe rrjeti sigurisht që reagoi, ndaj ne kemi përzgjedhur disa prej mesazheve të publikut. I lexojmë. Urdhroni, Zoti Rifat Rikhnaj, unë dhe gruaja ime s'kemi bërë kur check-up. Mundet të bëjmë ndonjë vizit falas, ma pyetni pak Vilmën. Po. Kush është Vilma? Si vjen fillon check down, bën një check down, check middle, pastaj check up. Po Vilma, kush ishte? Vilma. Është ajo pra që bën check up. Po, edhe po shkove, thjesht na thuj si do ti ato, ti japin nga valla, i do mirë, do kështu. Çfarë do të lart që do tulet? Shkruaj platforma për 10 ditë ja e përgjigje. Ja, ku e ke, thjesht fare, çfarë na pyet ne? Çfarë pyet ne, pyet zotën e punës. Mesazhi i dytë nga Roy Yce. Royce. Royce. Ne brezi vjen nuk Rolls Royce. Po. Na duhen prokuror amerikan që të dalim nga ditët e zeza që na ka falur qeveria. Please. Disim duket kjo tipike, kemi pas një periudhë në shqiptarët shumë të vinë të jashtëmit. Të vinë ata. Edhe ndërkohë me të spije në dorë. Ja të vinë ata të jashtë. Ne bëjmë dominota të vinë. Pse di luash dominoti? Jo. Ne mësojnë të jashtëmit, edhe pastaj lozim. Shkojmë tek një tjetër mesazh që na vjen nga Ervis Buzi. Ajo e shkreta, litarin kishte në dorë se lopën e shtynin të tjerët. Kjo është e thellë. Jepi? Të lutem filozofi. Nuk kemi koment për këtë. Çfarë duhet të themi për këtë? Kishte litarin, po lopën e shtyn të tjerët. Do të thënë, sa përsye për faqe kishte litarin. Po. Se lopën e shtyn të tjerët. Po qumshin kush e merrte? E di si e bër tani. Se ato zyshat e gjule tërësisë. Çfarë ka dashur të thot autori me këtë? Po si kur mos përdorte kundrinor, çfarë do përdorte? Unë them shkote mesazhi tjetër. Mesazhi tjetër. Luksi 1029. Po nuk bëhet intervistë në rrugë. Zonja Ekonomi ishte me trast në dorë. E po nxitonte të bënte pazar, se do gatuante drekën. Ju e ndaluat në rrugë. Më fal një minutë. T'ju pyes. Ha! Po jo nuk shkon, s'ka seriozitet gazetarie, i shkon në zyrë dhe aty i hapnin dokumenta. Kjo është zonja Ekonomi, e sigur. Ose shoferi. Ose shoferi. Ka që ishe mesazhi. Tani do të rikthehemi një prej investigimeve fakt më të forta të sezonit, që javë pas jave ka marrë për masat e një makthi të paimagjinueshëm. Jo vetëm për ato 4 nëna që kërkuan ndihmën tonë, por për çdo që na ndjek nga ekrani. Vajza minorene, të cilat pa ndonjë arsye të dukshme kanë prostituuar veten e tyre.
Në episodet e kaluara pam bisedat e minoreneve që rekrutonin moshatarët e tyre për prostitucion dhe gënjenin klientët për moshën, ndërsa kishte filluar të bënin një jetë luksose, duke braktisur shtëpinë dhe shkollën. Pra, fëmijë që shesin fëmijë. Sot Piranja Jonida Mukja, që prej disa muajsh e ka zbërthyer këtë nyj prostitucioni, do të investigojë mbi infrastrukturën që ua ka lehtësuar dhe mundësuar këtë aktivitet. E ndjekim. Prej 3 javësh ju kemi sjell rrëfimin e 4 nënave nga qyteti i Durrësit, të cilat të alarmuara kërkonin kthimin e fëmijëve në shtëpi. Djali ka filluar dhe ik nga shtëpia. Kam hallin e gocës, më ikën prej shtëpie. Arri me 3-4 shoqë, me 2 çuna. Marrën telefon ku je, jam tu, jam aty. Gjua e ashpër, plot vulgaritet e grupit të minorenëve përcjellej vazhdimisht edhe në familje. Çfarë të thot? Më çave kokën, ju jeni të varfër, s'keni lek. Flas ku je, po ik ti më thot drejta një ke më 25 herë. Nuk është më i vetëdijshëm. Nuk ta dëgjojm fjalën, pra si gjë. Ka filluar fjalor të pisë. Është bërë shumë agresive. S'është me trute veta. Këto komunikim as pak normal për moshën, këta adoleshent e kishin të përditshëm, ndonjëherë edhe me veprime kërcënuese ndaj prindërve. Me sa ty në çuna vjet ndërmoj një thirr kaq. Nga nxorrit. Me çanta. Ndërkohë, edhe tentativat për t'i bërë të reflektojnë duke përfshirë këtu uniformat blu ishin të kota. Jam shekja krimeve. Ku ndodhesh ti? Hajde urgjent komisariat. Pas përpjekjeve tona në bashkëpunim me nënat e adoleshentëve, arritëm të flasim me njërën nga vajzat, e cila duhet thënë që nuk kishte asnjë dëshirë qoftë të kthehej në shtëpi e qoftë të afrohej me prindrit e saj, që i konsideronte si shkaktar të situatës në të cilën ndodhej. Po nuk e shy fare babu, s'kam babu. Se e merr në telefon të sjell rroba? A është babi jot ai? Nuk e shy fare babu. A është baba i? Po, babi. Po mirë moj, a është babi jot? Nuk e shy. Ku është? Shtëpi. Në shtëpi të kujt? Shtëpi më shë. Lekët ku i keni marrë? Gjenë Ti nuk gjen asgjë. S'marrën fare. Ku e merrni ato makina me qera? Jo, pas marrën. Po lekët? Në çdo përgjigje të saj, kjo 14 vjeçare përmend vetëm një emër si burim të ardhurash të këtij grupi. Por ndërkohë që ne flasim, nëna e vajzës merr telefonin e të bijës dhe aty kuptojmë për herë të parë se nuk ishim të bënim vetëm me largim pa adresë adoleshentëve nga shtëpia, por me një rrjet prostitucioni minorenësh. Por unë nuk merr fare me këtë punë. Ka mesazhe çife që i kam thënë, do ta kosh shoqën time. E pranoj që se nuk e shes trupin tim. Pra, ti thjesht gjë klient. Po. Ndërkohë që vajza u shoqërua nga punonjësit e policisë për t'u nënshtruar më pas disa protokolleve për sigurinë e jetës së saj, në telefon u gjetën çate pafund me klientë të moshave të ndryshme. Do ta kosh një shoqën time. Sa? 50 për ty. Unë 10.000 lekë kom. Të tjerët i japi 100-200. Je e lirë, një shok jam. E lirë jam. Unë të shoh foto, thash pazari. 100. Mbi 18 jeni. Po. Për zemra, për të 2 burë, se s'do ja që na marr në vete. Fushë, unë më them 50 kam. Ata me për shokun, ne gati jemi. Ky shokun unë po që është atë. Po jo, thuj. A i thot vi goca, jepi numrin edhe ja plotson ky kushte, çat doja jo. Pjesën e pagesës dhe e bëjtë unë. Nëse do me nejtë gjatë 200, 1 orë ose 2 orë 100. Do e takosh këtë shoqen pra. Sa don kjo? Sa do me i dhonë? 40-50 ju ja për të dyja. Jepi 50, bara punë e ma sjell këtu. M'jepi 100.000 lekë borxh. Po shoqet ku i ke? Nëse më jep mua borxh, do të rregulloj unë me shoqet. Ma bëj si nder dhe të jap nesër lekët ose do të sjell ato 2 gocat. Okej, sill atë. Sa të më bëj rruga, lekët më jep mua edhe vazhdo me goca, mbaro punë. Po nejti më shumë t'ja jap gocës. Pagesa bëhet tek mua, prandaj po të them. Por me të njëjtin intensitet bisedat bëheshin edhe me vajzat e tjera të përfshira në këtë rrjet. O zemra, vjen njoni nga jashtëtetit. Është shoku i një çoni që një fund. Kena i shoq që tha kshu, po i thashun kamionën. I thashun bën 18 vjeç, i thashun në 17 ta kesh parasysh. O vjen nesër o pas nesër. Për lekja boni mos ta haje fare. Kam shok sa dush biri në qyli. Edhe do flasun me atë çunin domethënë për mohabetin e kësaj. Sërish i njëjti emër, sërish e njëjta vajze dhe kjo 14 vjeçare, kurbani luksit pa kontroll. Frikë që nëna e saj e kishte ndjerë me kohë. Mendja të shkon abuzim seksual. Pas shoqërimit për rehabilitim të vajzës 14 vjeçare, u shoqërua gjithashtu edhe 16 vjeçarja, e cila e ftonte këtë të fundit të ndanin shumën e fituar në kurriz të një vajze tjetër. O jam, më çonoj foto të asaj. Për qa jeta? Për me nxjerr pra. Këtë i qoj robëve on. Është i burr 30 vjeç, do numrin e asaj për 100 euro. Ose ti them 150. 5 unë, 5 ti. Talje e kam nxjerr rrung këtë.
Një herë, nuk e ka pëlqyer ai çuni, i dha 100 euro për gjynof, ja mora unë. Oh, a bëhet të nesër për 50 euro nga ora 3-4 mbas dite? Mos ta nxjerr bllov se tha po deshët kam shok prap. Për shkak të disa procedurave ligjore, kjo 16 vjeçare u la në kujdestarin prindërore, ndërsa pak ditë më vonë ne arritëm ta takojmë. Janë audiot e tuja këto? Po. Kena i shu që tha kshu, po i tha shumë kamionë. Po, i di, po. Në dëshmi vajza pranon se në biseda përmendej trafikimi një 14 vjeçareje. Por nga ana tjetër përpiqet të justifikohet me këshillat që i ka dhënë shoqes së saj për të mos i hyrë kësaj rruge. Biseda për shembull që kam bërë me nuk ka kontaktuar nga ti se po i gjithë numër. Qëlloj që kjo ka qenë në makinë dhe nga shoqja ime ngushtë, them që të lutem, shiko më sa shikon se ne jemi pak më të mëdhaja, ndoshta kemi një afinitet pak, do rritesh dhe ti. Mësoj se nuk kurse po bëjmë diçka shumë wow, ne dhe ti nuk do ta bësh kur rritesh. I them ti çfarë do me dhe i them ti çfarë do me thot shiko se kjo është bërësime. Kjo fjali, por duke shtuar edhe mesazhet e shkëmbyera, na lë të kuptojmë që ky rrjet prostitucioni me vajza minorene ka qenë ekzistent shumë kohë më përpara. Në çfarë u lidh? Një përmësi absolutisht, asnjë lloj ndryshimi nga kemi qenë grup, kemi qenë kur kam qenë pak më e vogël, apo kur shkoja pas se shkoja në shkollë, shkoja në lidheshim në kafe, kur të qenë klas 8. Ti ke thënë këtu që në ja ke nxjerrë një burri, ka dhe 100 euro për sevap dhe lekët ja ke marrë ti. Tu kam qenë dhe unë dhe një shoqe ime. Thjesht nuk e pëlqeu, një dorë, kaq. Por ky biznes i shitjes së trupit kërkonte edhe logjistik. Ndaj këtu në loj, hyn një nga ata persona që zgjidhin gjithçka, që nga gjetja e klientëve, pazaret dhe transporti. Bëhet fjalë për taksistin, të cilin më herët një nga nënat e kishte raportuar në polici. Kam kërkuar ndihmë në polici, lam dhe një targ taksie dhe s'morën masa fare. Më tha jemi plazh, aty taksia më humbi dhe nuk arrita dot ta zbuloja kurrinte. Iri Çapoku, një 32 vjeçar nga Durrësi, ishte njeriu më i besuar i vajzave minorene, i angazhuar edhe në gjetjen e klientëve. Na gjejna një klient. Jam në Rinas, po vi për Durrës. Pas kësaj kërkese të njërës nga vajza, 32 vjeçari i trembur ndryshon çatët dhe nga numri i tij personal kalon në një numër të paregjistruar anglez. Një veprim që bëhet për të rritur sigurinë. Atë tyft dalë lullet ballit, oj budallaqe. Në shkry këtu se na fike atje tu na bëhet edhe mua betesh, taj numri. Budallaqe, se e kam të regjistru me emrin tim. Ti të fik poçat, ti të bëme me hik në polici me zor. Duket qartë që ky 32 vjeçar është i vetëdijshëm që po krye një vepër penale. Por me sa duket, tundimi për të nxjerrë lekun e shpejtë në kurriz të vajzave të mitura është më i madh se sa frika. Ndaj për të qenë gjithmonë i gatshëm dhe i besueshëm për klientët, Çapoku kërkon që këta të fundit i informoj për çdo detaj. Po deshe me punu zemra me fitu lek, çoj foto, video komplet trupin, që t'ja çoj burrit tuj, thot po jo, edhe nëse thot po të çoj rrjetë vilat e shefit, nëse jo, do përgjigjej që të atijat nisën nga Tirana apo jo, mos më bëni numra të tilla. Doni me punu apo jo? T'ja çoj numrin ta, do është ta vjeni merr vet aty, ku do i thoni. Shko dhe ti, merr dhe ti në lek, se pranona e edhe 2 goca. Po gjithsesi leni fotot këtu budallaqe, leni se nuk i shef njëri tjetër. Do ja çojni klienti që kam atje në rrushkull, te do vilat e shefit. Edhe bëni foto, video kështu komplet trupi budallaqe, jo vetëm pjesën e gjokës. Po prapa më çoj ato që të kërkova. Foto fytyre edhe një video komplet trupin. Jo vetëm pjesën e sipër me thyesaj. Do të shohë edhe bythet e tjetër. Në një moment të vajzat hezitojnë. Kjo nga frika se mos klientët i përkasin një moshë të re, pra persona që edhe mund t'i njinin. Por menjëherë taksisti tregohet shumë bindës për t'i qetësuar. Zemra, ato s'janë kalamoje, zemra, ato janë çuna të rritur. Nuk ka shaka me ato. Po zemra, është shoku im ky që të kam dhënë numrin. Edhe është u ardhur nga Tirana për me ju marrë nëse doni me shku me punu. Edhe ju sjell prapa jo, ose ndoshta ju çoj unë, nuk e di. Thuaj që t'ju çoj unë. Shif vip me ne makinë blinde tash. Me ne Porsche ku dëgjon me çak do vijej. Me këtë majni mirë muhabetin se me rob shtëpi me këtë boni lek seriozisht. Këtë e kam shumë shok të mirë, kam shumë Florida ale. Ka lek me këtë kokën këtu. Se si kam thënë gjë çmimon. Po ditët me muhabetin me këtë keni për të bë me lek. Çuna të mirë, me lek, me makina blind, të cilët kërkojnë vajza për të kaluar disa orë me to, por jo vajza minorene. Ndaj këtu duhet gënjyer. Kujdes sepse i kam thënë që jeni 18 vjeç të dyja. Okej, se mos e thu që je më e vogël se ti ku leku për lesh.
Bush. Po pra, thuj që jeni 18 vjeçe. Ndoshta ju vjen direkt nga Tirana, ju merr dhe shkoni atje te vilat e shefit. Na bëni një lek matrën të shtet. Hajde, jemi në kafe pastaj. Çim se do të shkruaj dashti do të thotë që është Bushi. Puna kërkon klient të besuar dhe nuk mund të bëhet me njerëz do si do. Prandaj me që kemi Bushin si fjalë kalim, le ta provojmë dhe ne për të kuptuar rolin e taksistit në këtë rrjet prostitucioni. Alo, vaj qa bëmë? Mirë, që bërë? Bushi ma dha numër. Bushi të dha numër. Po, jam te ka Turqia, i kemu ato shuqe. Po, unë e kam, po nuk e dia janë ato, të marrë, ja. Biseda jonë me taksistin ishte vetëm pak ditë pasi vajzat ishin marrë në kujdesin e shërbimit social. Prandaj kuptohet që nuk mund të merrte asnjë përgjigje nga ato. Plas, mu përgjigje as njona as tjetra, njona është e zonme, ndërsa ajo s'do ketë internet. Me që u përmend emri i Bushit, klienti të besuar me makina të blinduara, taksisti mendon që infiltruari ynë ka qenë pjesë e grupit të personave të përfshirë edhe më parë në këtë veprimtari të palishme. Por në mungesë të vajzave nuk heziton t'i bëjë atij një tjetër ofertë egzotike. Kam unë një 3 kolumbiane, po këto po ikin për Tiranë zona dhe janë zonas. Në shkujte më përpara ti që ti kisha përnotu për ty. Tani pak vëmendje, sepse ndërsa i tregon katalogun e fotove të vajzave nga Kolumbia, taksisti thot një frazë e cila na tregon shumë. Zgjidhe edhe këto nga goca, nga ato të 4 që të kam çu video, të bëjnë plollash tamam. Nuk janë zeta kalamajt që colla herën e galume. Nuk janë zeta kalamajt që colla herën e galume. Kjo fjali na bën të dyshojmë se disa nga klientët ishin të vetëdijshëm se çfarë moshe kishin eskortat që siguronte ky individ. Ndërkohë që ne jemi shmangur duke mos i kthyer përgjigje, taksisti nuk ka ndërmend të ndalojë dhe na sjell ofertën e radhës. Përshëndetje, zotëri, si jeni? A flet dot ajo? Për zotin jam qik me ro, po duhet ajo është. Ha, ka në i lajma. Kam një gocë tani, është... Where from? Kolombia. Negociata në kohë reale, me taksistin si pjesë e rëndësishme e sigurimit të eskortave. Ku e ke me qef marrë? Ka e është ajo, Ndurës është apo në Tiranë? Po, Ndurës. Punët kanë pi qikë, kur ja të ty se jam bashkë me i shokun. As ka problem, ha? 2 persons is problem for you? Two boys. One time with thieves, with one guy, a time with Another, but he's paying. He's my friend, don't worry about that. How much? Normally it's 250 1 hour. Pas kësaj bisede, taksisti i ri Çapoku, ndoshta duke dyshuar që diçka nuk shkon, ka ndërprer çdo kontakt me të infiltruarin ton dhe është bërë i pakapshëm. Sidoqoftë, të gjitha materialet që ne disponojmë dhe që e përfshin atë në shfrytëzimin e vajzave minorene me qëllim prostitucionin, ne i depozituam në policinë e qytetit të Durrësit. Shef? Jo, nuk e shoh, po më thuaj se jam shumë e shqetësuar. Për që ta ve? Po shi njerë, këto të përgjithshme, një udhtim, tani afër. Një udhtim po është vetëm. Vetëm? Do më thënë ti e këtu. A i... Jo! Fal. U thon ai, nuk u thoj unë. Po a i që i ka 2. Si ai është 2? Po, një lesh... është 7 zana ai? Jo, është 7 zana jomi me atë. Jo, janë 3! Po, një në bark, 2 dorë për dore. Ta shi, shof... Ai kush? Burri jotmi, që shpin ta mush. Burri? Po. Ai që një dhe ti? Po, do vi prap. Do vi prap me atë? Jo, do vi ajo, sa i zje mo. Baq me fëmijët! Por rje qetë sepse nuk traton a i ma të. Rje qetë. Është ajo që traton me burin tatë. Ta që këto ishin... Kështë ngella vetëm në një vënd njerë, të shpia ime? Po, jo, kishkallë. Këto ishin gjërat e mira. Ta shi letë shohim pak... Ekonomin, pak gjërat e këqia. Do je mirë, shiko, do je mirë me parat. Po, ja, jam e sigur se nëse smesën dashuri, parat. Një gë e madhe këtu. Grop e madhe. Grop e madhe me para, shumë para. Jo, grop e madhe bosh dojna. Si bosh? Bosh. Ta ka pi ajo. Ajo ta ka bo gropën. Po, Flori. Po. Po, të faktu mësua shpinë ku shëmban. Shpinë. Ai. Flori! Qoni asaj me atë. Të lutem, Flori, nuk je për këtë punë. Jo, duhet shkojmë Kosovë. Duhet shkojmë Kosovë, te kolegja jonë, që na tregon njërën që... Ha. Ore, pëse bëm film kjo? Shihe vet, ka shkuar Edona, piranja jonë. Jepi pak? Po mirë, po... Do i gjej prap dashurin? Ajo ka gjetmi, gjetë.
As prumi se shkretit dhe, të blokumi e të dhe. Abrakadabra, magjia kësaj radhe vjen nga Peja, me një protagoniste tepër të veçantë, thuajse speciale, e cila bashkon çiftet me metoda tepër efikase dhe për sukseset e saj flet me shumë krenari. A zojt ka thonë t'i bi, nish pa kry, ma lici. Po të mi mojtë të dy... 2 gra. Treq, nish pa lek, një grë. Edhe që t'y blikirë, t'y blisajnë atje. Gjithçka që do ju tregojmë nis nga kjo grua, e cila duke parë vajzën e saj të dëshpëruar për humbjen e dashurisë, ka kërkuar shpëtim tek lulja e Pejës. Fjallë mas fjallës e kena gjetën, tu ndihmon me kthy të dashurin se i dashuri shkoj pa fjallë. Pas bisedës së parë, lulja nuk ka kohë për të humbur, por bën menjëherë kërkesën financiare për shërbimin që do bëj. Na ka thirrë në telefon, ka muj me kthyhan, krejt muj mi bohan, sa 800 euro. Ja qumë 800 euro, s'po bot puna me 800 euro. E 800 qera. Ja qumë e 800, s'po bot me edhe me këtua, edhe 800, ja qumë edhe 300, ja qumë edhe muna e ndërprejtëm kontaktin, krejt se kum pa që veç pare për do me marën, pse ja kum që 3.000 euro. E pare ta ja ke dhënë ti cash, a ja ke qumë me Western Union? Valla i cash. 3.000 euro cash për të kthyer të dashurin e vajzës, me rritje makabër, të ngjajshme me ato të tribuve në pyjet e Amazonës. Jeton Pej, bashkë të vorët e Pejës, me ujna dekmit të të punoj. Qysh me ujna dekmit? Me ujt dekmave, shajlajnë. A, që i lojnë gjenoze? Po. Që ka bo qika me atu, ja ka pia, e ka la vetën? Jo, qikës ja ka dhonë me ja dhonë të dashurit vetë. E qika ja ka dhonë të dashurit atujna? Ja ka dhonë ku jo se ka gjithë. Asgjë si ka ndodhur, por fakti që një teriut i jepet të pi ujë me të cilin është larë një i vdekur, është vërtet rënqatës. Sidoqoftë, le të shohim vetë këtë grua, e cila me metodat e saj të neveritshme arrin të mashtoj persona që kaloj momente të vështira në jetë. Për këtë, ne ta kemi shfaqet njëri me banim në Amerikë. Apo mos pjegan tani, pak a shumë. Keme qenë nga 4 vjetë, që kismet me që të thonë, një martes të vogël, po që një vjetë e gjysë e ka morë të mrapshtën. Apo me ndonë me afru, apo me ndonë me hek, me u shplirut. Se ka ma dje, ka ma shtret ti, që shiki sanet. Pa nga tregon të që shiki. Po, lumin me të shkri kam 50, pijane kam 20, kartat nuk janë për ty. Meny shërbime është cilësore, çmimet e favorshme për klientët. Kjo po që është një shëruese e vërtet e shpirtrave. Ma spikon pak qysh bëhat, për bëhat, shka bëhat. Dhe që ki për rapit saj. Dhe të regë, qa ka defekt, qa s'ka defekt, ku është, ku s'është problemi saj. Ka pisën kur dura me të po? Fillën bëni, tash bëhet. I tash bëhet, qa fleti? Kur vjen puna të leku, s'kemi kohë për të humbur, ndaj nisim shfaqjen. As prumi se shkretit dhe, të blokumi e të dhe. Inshallah po bashkumi. Inshallah bashkoni me të mira, vjo me gjelozi. Me ava kush është? Familja jashtë, një shoqe sajnë. Po, që jam unë shkrytin kësaj. Unë pajtoni. Po, pajtoni. Po, pajtoni me këtë. Dhe që tash është të po dërojnë në palidje, sa është bë me një rrëth. Ne të një rrëth kurvash. Qenë ka rrëth serioz, si do qoftë një na interesant që të dalë sa më shpejt nga aty. Mas sa kohë e reagën? Kjem shumë mas një jave. Reagan edhe vazhdan komunikan me ty. E qysh ka mu qëtësu kjo? Është të qëtësu, me mendu vesh për burë vetin, a kuptar? Dhe më tonë është e sigur që pajtohen. Por përveç plumbit, për të forcuar me shumë magjin, lulja e Pejës përdor armën e saj me të fuqishme. Ujin e të vdekurve. Ku mund është me hadhi këtë ujin, në emër të sajtë? Ku të ushe edhe. Edhe këta mund është me hadhi? Po. Ti mund është me hadhi dhe tash po shku krejt i që ati dhe sajtë, tuk e ura i tu. A ty ka ujë shumë. Po nga na vjen kjo lule e magjisë së zezë, që po ma gjep Pejen? Ti po folë si e shërnisë. Po shqipnisë më ne? E ka i ke? E shkodres. Unë jam shkodrane vëlla dhe jam shumë krenare që jam shkodrane. Problemi është nëse shkodranet njihen krenar me këtë që bën kjo zonjë që hiqet si mrekulli bërse. Se sa jetë në Kosovë? 26 vjetë. Unë në Kosovën së ndroj me Amerikën. Qa është Amerika se sen sështë? Atje ka punë, ka pare, s'ka dashurin, ka hub dashurin në Amerikë. Prandaj ky i ri e ka humbur dashurin. Shkak që ka Amerika dhe jeta boshe që bëhet atje. Ndaj një derë dhe Pej, sa po është hapër? Ti numrin të me kejtë ashtë. Numrin më se fshiz në më. Edhe atje në Amerikë më është me morë telefon. Po më kona, më ne krymë vetja. Po unë e krymë këtu. Unë të shpjeka këtu në telefon, tap me njërë. Ti më është me përparë të për Amerikës. Po, nuk ka problem. A, kuptë që më të thonë? Po. Ati për Amerikës për morë me hapë biznese, po pajtojnë burë e gru, ka pas sukses dikush. Mashallah, për biznes, vesh me telefon të regaj, hec, bam, po vesh duhet me kënë dikush me të hapë të morë një ilaç.
Po. Atëve që lindur, kështu, dhe që dikuj që din me marrë pare shumë. Pas plumbit dhe ujit të vdekurve, një produkt magjibërës që prodhon para është risia e radhës e lullës së pejës nga Shkodra. Po sikur dikush të kërkoj më shumë nga jeta? E diti që janë punë që ka i gru, ka 2 gra, ka 2 burë, po këtë aty ja thënë goj. Kanë edhe babën edhe nënën. Kur thot dikush të dyja një ka shkushtor. Ka shkuar 5 majtë edhe 10 i kina mua. Po ta jep një bej zotit. 20.000. Pasha i këtë zot. A zojt ka thonë t'i bi. Nish ma kry. Ma lici. Edhe aty çdo mafti ka 2 fene, ka 2 dashnore. Po do mi mojtë 2 gra. Treq. Nish falek, një grë. Edhe që është e vartume ja. Edhe atë që ty blikirë, ty blisajnë atje. A nuk është e pa moralshme kjo që sapo dëgjuam? Po më interesohet punë ta bëj mirë. Ty që më interesohet çfarë bën ti më vëlla. Por fama e lullës ka shkuar deri në Bronxin e Zhomshëm, atje ku një shqiptar i ka kërkuar ndihmë. I tash e kena pas një Bronxit. Një që ka hapi biznes, e ka prullë një 2 ruse, fena. Ai i kthejte, ne tregoshin punën. A pagujt e mira? 50 euro dollar. A një që na ka dhënë punën, ja kena dhënë edhe 5.000 atij. I ka pas halal, se ka përkthy punën atij shumë. Krejt njerëz të mëdha i bën dikush. Apo ka politikës? Po. Jashtë normales. Ata nuk po një treguar më. Apo vinë këto gratë deputete me kështu filxhan? Ja filxhan atë krisin e shumë. Do ta prunë një deputet për tash për zgjedhje. Kur dush. Unë kryj një deputat. Pas këtij shërbimi tepër efikas dhe bisedave të ngrëta me hallëxhiun e radhës, ky i fundit e lë në dorë 40 euro. Një shumë që nuk është se e lë të kënaqur magjistaren. Hallall çoshin 14. Ta shto zoti gjithë mund për e qetin një arabi pëshallit pash me miliona. Pak ditë më vonë, i riu lë një tjetër takime me magjistaren. Por në vend të tij, paraqitemi ne. Gazetare nga Piranjat. Pse për mashtren jashtë ta kon 3 vend? Pse sa marr? Po sa më mashtren. Jo, pse më? Jo, vllot, tani jam vllon. Ani problem motor, s'veç pak. Jo, mikrofon. Jo. Jo, pse i mashtron njerëz? Çu ka blet 3.000 euro? Çu si i bashkon ti çiftet? Fishi lyp 3.000 euro për i bashkim çiftet. Na jo vetëm para. Pse i mashtron? Jo, kujdes. Jo, pse i mashtron njerëz? Jo mikrofonin. Jo. Jo parisjen. Pse i mashtron njerëz? Nuk tregon zoj. Pse i mashtron njerëz? Pse po ju merr parë njerëzve në hallë, zoj? Faleminderit për këtë jetë, shumë faleminderit për këtë. Shumë faleminderit për këtë jetë, për kurset tone. Bravo. Ori një pyetje kam unë. Se tani ti e di që unë kam një afeksion shumë të madh për ty e të gjitha, po kur do e mbyllim të emision? Përpar, do më thot për këtë sezon. Asnjëherë. Edhe nëse dalim transmetim, ne punojmë në shtratin e gurëve. Edhe ne të dy. Ti në Majorka. Unë në Minorka. Unë Shkëmbo di Cavallo. Erdi fundi dhe për sot. Do të njemi dhe të shtunën tjetër. Enshu. Qa do për shtë javë njërë? Këtë javë? Do pres të vjeç. Shqeve të shtunën tjetër, deri atëherë mos harroni. Kujdes. Piranjat kafshojnë! Do vi dhe unë me ty. Na jugu, në veri, me të rënjës e rësirë, në përfusha, në përkodra, për shëlenjës e kërësirë. Pra pura, hajpini, për e qast, për që kalli në të herët, a thesë e i rast.